Çdo ditë ka një veteran i luftës po vdes. Çka? Një buqet lule të kushton sot 20 euro. Vizita, kerr, po s'kam. Si më apo? Domthon qëllimisht na jena këtu dosh me lon për lirinë edhe njerëz që kanë dhënë kontribut me anashkaluar. Secila ka mundësi të paktën 8.000-10.000 euro. Unë jam mandatin e dytë kuvend. Unë di si funksionon. Ka mundësi, ka mekanizma juridike dhe ligjore që ja mundson, por nuk dojnë më dhon. Komuna Lipjanit e parë, që e ki kryetarin e komunës që nuk shkon që 12 vite me vizitu shoqatën e veteranëve të luftës. Po çka ka lidhje kush aty? Ajo shoqat, nuk është individ. Unë Emri Ahmeti nuk e duaj, po është kryetari jam, se e ka fituar mandatin, është institucion. Unë respektoj institucionin, jo individin. Domthon, këta jem na, inatet politike, inatet personale, mungesa e pjesë e historisë është i kushtuar kësaj shoqërie. Edhe kjo shoqëri ka dalë për shtratit mo. Ma nuk dihet mo as kush është patriot, as kush është tradhtor, as kush është intelektual, as kush është më fal shpreha ahmakas. U përzi krejt, ma nuk dim kush dush jep çfarë dush opinioni. Del shon media thotë ti je tradhtor, ti je shpion, as nuk e din që e ka ndjoli 3 lufta, që është invalid i luftës. Se asnjë problem se ka pse, s'ki ligj. Derisa nuk e ki ligjin që të mbron kundër shpifjeve, atëherë del çdo kush e ka mundësinë me thonë çka dush. Po. Është e hidhur, por ky është realiteti i unort. Po.